Ai mbërriti në dasmën e vajzës së tij duke veshur të vetmin kostum që kishte, duke mbajtur në duar një dhuratë të thjeshtë. Vjerrit e shikuan dhe buzëqeshën në atë mënyrë që nuk është buzëqeshje. Përshpëritën se ajo ishte e turpshme. Talleshin me kostumin, qeshën me letrën e dhuratës. Ai dëgjoi gjithçka dhe qëndroi në heshtje, derisa të merrte mikrofonin dhe t'i zhdukte ato buzëqeshje. Salla kishte atë lloj hyrjeje që të frikson me qëllim. 2 portierë me kostume të errëta, 2 sheme mermeri të bardhë, lustra të mëdha që shpërndanin dritë në çdo cep, sikur donin të ekspozonin çdo detaj të atyre që hynin. Benediti ndaloi për një çast para se të shtynte derën prej xhami. Jo nga frika. Ishte më shumë si ai që merr frym thellë para se të hyjë në ujë të ftohtë. Ai ishte veshur me kostumin blu të errët që kishte prej 14 vitesh, hekurosur një natë më parë me kujdesin e atij që e di se nuk do të blej një tjetër. Këpucët ishin lustruar herët në mëngjes. Në dorë, një kuti e mbështjell me letër kraft dhe një fjongo e thjeshtë, dhurata që kishte zgjedhur vetë, pa ndihmën e askujt. Hyri. Ambientin e gjeti pikërisht ashtu siç e kishte imagjinuar. Tavolina me mbulesa liri, aranxhime me lule të bardha që kushtonin më shumë se një muaj fatur uji, kamerierë që qarkullonin me tabaka kristali, njerëz të veshur mirë duke folur për gjëra që ai as nuk ja dinte emrat. Një botë që nuk ishte e tija, por që atë ditë duhej ta përshkonte. Një recepcioniste ju afrua me një buzëqeshje të stërvitur. Emri I të ftuarit? Benediti, babai I Nuses. Ajo kërkoi në listë dhe e gjeti. Buzëqeshja nuk ndryshoi, por sytë rëshitën për një fraksion sekonde drejt kostumit përpara se të ktheheshin te fytyra e tij. Këtej, zotëri. E çoi drejt një tavoline anësore, pranë një kolone, larg qendrës, larg familjes së dhëndrit, larg çdo vendi me rëndësi. Benediti nuk u ankua. U ul, vendosi dhuratën poshtë karriges dhe filloi të vështronte sallën. Atëherë I pa. Lauri dhe Koncejqa ishin në qendër të ambientit, sikur ta kishin marrë sallën me qira vetëm për vete. Lauri ishte një burr rreth të 60-tave, flok gri të prerë bukur, kostum gri që qartazi nuk kishte 14 vjet përdorim. Fliste me zë të lartë, gestikulonte dhe njerëzit përreth qeshnin në momentin e duhur, ashtu siç qeshin ata që e dinë se duhet të qeshin. Koncejqa qëndronte pranë tij me një fustan të artë dhe një shprehje vështrimi që vlerëson gjithçka gjatë gjithë kohës. Ata e pan Beneditin pothuajse njëkohësisht. Lauri I tha diçka gruas me zë të ulët. Ajo ju përgjigj me një buzëqeshje të hollë. Të dy ecën drejt tij me atë lloj mirësjelljeje që lëndon më shumë se vrazhdësia e hapur. Benediti, sa mirë që erdhe. Lauri I zgjati dorën. Shtrëngimi ishte I shkurtër, I fortë, I atij lloji që nuk fton për vazhdim. Faleminderit për ftesën, u përgjigj Benediti thjesht. Koncejqa e vështroi nga kokat e këmbët me një përçmim të llogaritur. Pastaj e zhvendosi shikimin drejt sallës, sikur diçka më interesante të ishte shfaqur pa pritur. Do të rish mirë këtu? Pyeti ajo, duke treguar tavolinën anësore. Vendat në qendër janë për familjen e afërt. Benediti e pa, nuk tha se ishte babai I Nuses, nuk tha asgjë. Vetëm pohoi me kokë. Të dy ishin larguar para se ai ta përfundonte gjestin. Ai qëndroi ulur vetëm për disa minuta, duke parë sallën të mbushej. Çifte që përshëndeteshin me puthje në faqe, emra kompanish që shkëmbeheshin si karta vizite, gra që vlerësonin fustanet e njëra tjetrës me buzëqeshje. Ai nuk njihte askënd dhe askush nuk duke I interesuar ta njihte. Atëherë u shfaq Klara. Erdhi me nxitim, me fustanin që ende përshtatej me ecjen, dhe kur e pa të atin në tavolinën e qoshes, buzëqeshja ju drodh për një çast përpara se të rregullohej. E përqafoi fort. Babi. Zëri I saj ishte I ulët, I ngarkuar. Bia ime. Ai e mbajti në krah për një moment më shumë se ç'duhej. Klara u largua pak dhe pa tavolinën ku ai ishte ulur. Pa qendrën e sallës. Benediti e pa që ajo po e përpunonte atë pamje. Është në rregull kështu, Klara, tha ai përpara se ajo të fliste. Ajo qëndroi me të rreth 10 minuta, por ishte dita e dasmës dhe kishte 1000 gjëra që e tërhiqnin nga të gjitha anët. Kur u largua, premtoi se do të kthehej. Benediti e pa të humbiste mes të ftuarve dhe ndjeu diçka t'i shtrëngohej në gjoks. Jo dhimbje, jo saktësisht. Ishte më shumë si mall, edhe pse ajo ishte aty afër. Ai u ngrit, shkoi në banjo në korridorin anësor dhe u ndal përpara pasqyrës.
Burri që e shikonte mbrapsht kishte sy të lodhur. Jo nga mungesa e gjumit, por nga lodhja e atij që ka mbajtur shumë gjëra për një kohë të gjatë. Pa kostumin, kravatën pak të shtrembër dhe e rregulloi ngadalë. Kaloi dorën në flok. Syt ju mbushën për një çast, shpejt, pothuajse pa u vënë re, dhe ai I mbylli qepallat. Mori frym thellë, drejtoi shpatullat. Nuk ishte momenti për të ndjerë. Ende jo. Kur u kthye në sallë, kaloi pranë një grupi ku Lauri po fliste me dy burra që dukeshin të rëndësishëm. Në fillim nuk I kushtoi vëmendje, por emri që dëgjoi e bëri të ngadalsonte hapin. Babai I saj erdhi me një dhuratë të mbështjellë me letër kafe. Rogerio, letër kafe, fliste Lauri me zë të ulët, por jo aq sa duhej. Konceqa më tha që kostumi I ngjan atij të varrimit të varfërve. Burrat qeshën. Akoma mirë që Klara pati mend. U martua mirë, u ngrit në nivel. Benediti ndaloi. Qëndroi me shpinë nga ata për 2 sekonda të plota. Pastaj vazhdoi të ecte. Nuk e shpejtoi hapin, nuk shtrëngoi grushtin, nuk bëri asgjë që dikush mund ta vinte re. Thjesht u kthye te tavolina e tij, u ul dhe vështroi dhuratën që kishte zgjedhur me kujdes, të mbështjellë me duart e veta. Një punonjëse e re që kalonte me një tabaka duhet të ketë vënë re diçka në fytyrën e tij, sepse u ndal, hezitoi dhe tha me zë të ulët, "A keni nevojë për diçka, zotëri?" Ai e pa dhe buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël, e sinqertë. "Jo, faleminderit." Ajo u largua dhe Benediti mbeti aty I qetë, me atë qetësi që nuk është indiferencë. Është qetësia e atij që nuk ka më nevojë të provojë asgjë, por që ende nuk ka ardhur momenti për asgjë. Ceremonia ishte gati të fillonte dhe Lauri ende nuk e dinte emrin e plot të burrit që kishte qenë ulur në tavolinën e qoshes. Kokteili zgjati 40 minuta përpara se të fillonte ceremonia. 40 minuta në të cilat Benediti qëndroi në tavolinën e tij duke parë një botë të rrotullohej pa të. Kamerierët kalonin me gota shampanje. Grupe formoheshin dhe shpërbëheshin. Dhe her pas here dikush shikonte drejt tij për një sekond, jo me kureshtje, por me atë indiferencë që është pothuajse më e keqe. Ricardo u shfaq për një moment vetëm, duke ikur nga rrethi I prindërve. Ishte një djalë rreth të 30-tave, me fytyrë të hapur dhe sy që dukeshin sikur vërtet dëgjonin kur flisje. Erdhi drejt Beneditit që me një shtrëngim duarsh të fortë dhe një buzëqeshje që nuk kishte asgjë të stërvitur. "Benediti, jam I lumtur që jeni këtu. Klara flet shumë për ju." "Shpresoj mirë," u përgjigj Benediti me humor të thatë. Ricardo qeshi vërtet. Qëndroi aty disa minuta duke folur për gjëra pa rëndësi, por në mënyrën e duhur. Para se të largohej, pa tavolinën ku Benediti ishte ulur dhe diçka I kaloi në fytyrë. Nuk tha asgjë, por Benediti e vuri re. Djali kishte sytë e atij që po fillonte të shihte atë që gjithmonë e kishte pranuar si normale. Pak më vonë, Lauri ngriti skenën e tij. Ai ishte në një rreth me rreth 6 të ftuar, si përmarrës nga pamja, të gjithë me atë mënyrë të folurit që përzien biznesin me kotësinë. Konceqa qëndronte pranë me një gotë në dorë, duke shtuar komente në momentin e duhur. Benediti nuk ishte larg. Vetëm një kolon mes tyre. "E pat baban e nuses," tha Konceqa, me zë të ulët, por pa u shqetësuar shumë për këtë. Erdhi me një kostum blu të errët nga ata të dekadave më parë. Po, bëri Lauri me një gjest keqardhjeje. "I varfër. Por akoma mirë që Klara pati mend. U martua me kë duhej." Një grua me fustan jeshil dhe flok të lidhur anoj kokën. "Ajo është vërtet nga familje e thjeshtë." "Shumë," tha Lauri, duke pirë një glënjë. "Babai punoi gjithë jetën, por nga ato punë që nuk të çojnë askund." Klara ishte e zgjuar, pa një mundësi. "E respektoj këtë." "E respekton apo thjesht e toleron?" pyeti Rogerio, ortak I tij, me një buzëqeshje. "Të qeshura të përmbajtura." Lauri ngriti gotën sikur të bënte një dolli. "Do t'ju them diçka. Ricardo mund të kishte zgjedhur ndryshe, por Klara e kompenson. Është punëtore, e edukuar, di si të sillet. Ndonjëherë gjaku nuk përcakton gjithçka." Pauzë e llogaritur. Benediti po dëgjonte çdo fjalë. Nuk lëvizi, nuk e ktheu kokën, mbajti syt mbi mbulesën e tavolinës, me gishtat lehtë të ndërthurur përpara. Një punonjëse që kaloi pranë, e njëjta vajzë si më parë, ngadalsoi hapin kur kaloi pranë tij. Pa grupin e Lauritë, pa Benediti në kishte siklet në fytyrën e saj.
Ai ngriti syt dhe i dha një buzëqeshje të vogël, të qetë. Ajo u largua pa ditur mirë çfarë të ndjente. Ajo që ndodhi më pas ishte detaji që mbeti. Lauri u largua për pak nga grupi dhe shkoi të fliste me një burr më të vjetër, me kostum gri të çelët, ortaku i tij më i vjetër. Të dy u larguan pak, me zëra më të ulët. Benediti nuk dëgjonte gjithçka, por 3 fjalë mbërritën mjaft qartë. Investitor anonim. Po. Nuk e zbuluam kur kush ishte. Futi kapital të mjaftueshëm për të mbajtur gjithçka, por pa u shfaqur, pa kërkuar asgjë në këmbim. E çuditshme edhe sot, tha ortaku. Njerëz të tillë janë të rrallë, shtoi ai. Ose nuk ekzistojnë, ose duan diçka që ne ende nuk e kemi zbuluar, u përgjigj Lauri me skepticizëm. Benediti e dëgjoi këtë dhe nuk reagoi me asgjë të dukshme. Por gishtat e tij, që ishin të ndërthurur, u çliruan ngadalë. Ai mori gotën e ujit që ishte në tavolinë, piu një glënik dhe mbeti duke vështruar sallën me një shprehje të pamundur për t'u lexuar. Klara u kthye me vrap kur organizatorët filluan të thërrisnin për ceremoninë. Kishte buqetën në dorë, velin pak të çrregulluar, atë nervozizëm të lumtur të atij që është gati të bëjë një hap të madh. Babi, hajde. Të ulemi para se të filloj. Ajo i kapi krahun dhe e drejtoi. Por kur arritën pranë rreshtave të karrigeve, një grua me badge, pjesë e ekipit të ceremonisë, u afrua me një buzëqeshje profesionale. Zonjush Klara, vendi i babait tuaj është i rezervuar në atë rresht, tha ajo, duke treguar një rresht ansor më prapa. Klara ndaloi. Si kështu? Ai është babai i Nuses. Po, por vendosja u përcaktua nga familja e dhëndrit. Vendat e para janë për. Ndërroni, tha Klara. Zëri nuk ishte i lartë, nuk kishte dram, ishte thjesht i vendosur. Ai ulet në rreshtin e parë nga kjo anë. Ceremonialistja hezitoi. Klara nuk lëvizi. Ju lutem. Dhe në tonin e saj kishte diçka që nuk ishte kërkesë, ishte deklaratë. Gruaja pohoi me kokë dhe shkoi të rregullonte. Benediti e pa të bien për një çast. Ai lloj shikimi prindëror që thot gjithçka pa thënë asgjë. Klara ja shtrëngoi krahun para se të shkonte në vendin e saj. Ceremonia filloi dhe në qendër të sallës, Lauri pa baban e Nuses të ulej në rreshtin e parë, një vend që ai vetë kishte vendosur të mos ishte për atë burr. U vrejnë për një çast, pastaj hapi buzëqeshjen e zakonshme dhe u kthye të fliste, por ortakja e tij, më e afërta, e vuri re momentin dhe e mbajti mend. Muzika filloi me atë butësi që i bën të gjithë të drejtohen në karrige. Rreshtat ishin plot, lule të bardha në korridor, dritë e artë që zbriste nga tavani, murmurima e bisedave që shuhej ngadalë derisa salla u bë vërtet e heshtur. Benediti ishte në rreshtin e parë, ashtu siç kishte kërkuar Klara, ulur drejt me duart mbi gjunjë, duke parë korridorin bosh që së shpejti vajza e tij do ta përshkonte. Pas tij, Lauri dhe Konceqa zinin vende të spikatura në bllokun e familjes së dhëndrit. Kur Konceqa e pa Beneditin në rreshtin e parë, anoi kokën drejt burrit dhe i përshpëriti diçka. Lauri qëndroi i heshtur, por pa qafën e Beneditit me shprehjen e atij që sapo i është kundërshtuar një plan. Ricardo ishte në altar. Benediti e vështroi me kujdes. Djali qëndronte drejt me qëndrim të fortë, por kishte një nervozizëm që i shfaqej në duar. Ai i hapte dhe i mbyllte gishtat lehtë, sikur të mos dinte çfarë të bënte me to kur sytë e tyre u kryqëzuan për një çast. Ricardo bëri një përshëndetje të shkurtër. Benediti ju përgjigj me një lëvizje të thjeshtë koke, mjaftueshëm. Dhe, për ndonjë arsye, ai gjest e qetësoi djalin. Ai mori frym thellë dhe u bë më i qetë. Pastaj muzika ndryshoi ton dhe Klara hyri. Benediti nuk ishte burr gjestesh të mëdha, nuk qante në publik, nuk i pëlqente të tërhiqte vëmendje. Por kur vajza e tij u shfaq në hyrje të korridorit me fustanin e bardhë, buqetën në duar dhe atë përzierje nervozizmi e gëzimi që ekziston vetëm një herë në jetë, diçka brenda tij u çlirua në një mënyrë të heshtur dhe të pakthyeshme. Ai nuk qau, por qëndroi aq i palvizur sa dukej sikur kishte ndaluar së marrë frym. Klara ecte ngadalë. Të ftuarit u kthyen për ta parë. Flashe të buta kamerash, buzëqeshje të përmbajtura. Dhe ajo, mes gjithë asaj, kërkoi të atin me sy përpara se të kërkonte dhëndrin. Ishte një detaj i vogël, ndoshta askush tjetër nuk e kishte vënë re, por Benediti po. Kur gjeti fytyrën e tij, buzëqeshi ndryshe, më pak, më intime. Ai ju përgjigj në të njëjtën mënyrë.
Ajo kaloi pranë tij dhe, në një gjest që nuk ishte në skenarin e askujt, u ndal për një çast. I mori dorën të atit dhe nuk tha asgjë. Qëndroi aty për 3 ose 4 sekonda. Kohë e mjaftueshme që njerëzit në rreshtin e parë ta vërenin. Kohë e mjaftueshme që Lauri të vrentej pas tyre, pa arritur ta fshihte plotësisht. Pastaj Klara e lëshoi dorën e të atit dhe vazhdoi drejt altarit me kokën lart. Celebranti filloi fjalët për angazhimin, për ndërtimin e një jete në çift, për çfarë do të thotë të zgjedhësh dik çdo ditë. Benediti dëgjonte, por një pjesë e vëmendjes së tij ishte te Ricardo, te fytyra e djalit ndërsa shikonte Klara në që afrohej. Kishte aty diçka që Benediti e njihte nga larg, sepse e kishte ndier më parë. Ishte shikimi i atij që e kupton se ka bërë zgjedhjen e duhur dhe ende është pak i habitur nga fati i vet, gjithçka po shkonte në rregull deri në momentin e unazave. Pajtori, një djalë rreth 7 vjeç, nipi i Ricardos, ecën nëpër korridor me jastëkun në duar, serioz përtej moshës së vet, me gjuhën pak jashtë nga përqendrimi. Ja dorëzoi celebrantit me një kujdes pothuajse komik. Unazat u shkëmbyen. Ricardo ja vendosi unazën Klarasë me një delikatesë që nuk kishte nevojë për publik. Klara mori të tijën dhe, para se ta vendoste, e pa dhëndrin për një çast të gjatë, atë lloj shikimi që është një bisedë e tërë pa fjalë. Ishte pikërisht në atë moment që telefoni ra, fort, pa asnjë ceremoni, ashtu siç e paralizon gjithë ambientin. Zëri erdhi nga një vend i saktë, çanta e Konceiçasë, e gjithë salla u kthye njëkohësisht. Konceiça u skuq në një mënyrë që as buzëkuqi i artë nuk e fshihte dot. Filloi të kërkonte me dëshpërim në çantë, i ra diçka në tokë, më në fund e fikte. Celebranti ndaloi me një durim që vjen vetëm nga vitet e praktikës. Ricardo mbylli syt për një çast, jo nga zemërimi, por nga ajo ndjesia e atij që e ka parë këtë film më parë dhe e dinte se do të ndodhte. Klara shikoi drejt altarit me një disiplinë që dukej qartë se i kushtonte përpjekje. Lauri, pranë Konceiçasë, qëndroi absolutisht i palvizur, sikur, nëse nuk lëvizte, incidenti do të zhdukej. Benediti nuk u kthye. Qëndroi i kthyer nga altari gjatë gjithë kohës, por njerëzit ulur përreth e vunë gjithsesi dhe disa e panë, sikur prisnin ndonjë reagim prej tij. Ai nuk dha asnjë. Unazat u shkëmbyen. Celebranti buzëqeshi dhe shqiptoi fjalët e zakonshme. Kur Ricardo dhe Klara u puthën, salla shpërtheu në duartrokitje që u ngritën nga dyshemeja deri në tavan njëherësh. Benediti duartrokiti ngadalë, por duartrokiti. Ndërsa të ftuarit u ngritën dhe zhurma e festës rifilloi, Ricardo dhe Klara ecën nëpër korridor mes rreshtave të karrigeve. Atëherë Ricardo bëri diçka që nuk ishte në planin e askujt. Ai ndaloi pranë Benediti, zgjati dorën drejt vjerrit përpara se të vazhdonte. Shtrëngimi i duarve ishte i fortë dhe zgjati një sekond më shumë se sa kërkonte protokolli. Lauri e pa skenën nga rreshti i pasmë. Ai priste të përshëndeste të birin më pas, siç kishte planifikuar, dhe pa djalin të ndalej për atë burr me kostum blu të errët, sikur të ishte gjëja më normale në botë. Një shprehje pa emër i kaloi në fytyrë. Ai e ktheu kokën përpara se dikush të kuptonte se po shikonte. Para se të fillonte pritja, Benediti qëndroi ulur ndërsa salla zbrazej rreth tij. Vështroi altarin bosh, dritën që hynte nga dritaret e larta dhe vizatonte forma të arta mbi mermer. Mori telefonin dhe lexoi një mesazh nga Klara, falënderim i thjesht, i mbushur me kuptim. E lexoi 2 herë dhe e futi telefonin në xhep pa u përgjigjur. Disa gjëra nuk shkruen. U ngrit, rregulloi xhaketën dhe u drejtua nga pritja, duke e ditur se emri i tij nuk ishte në asnjë listë fjalimesh. Salla e pritjes ishte rregulluar në rrethe. Në qendër, në ndritë të fortë, ishte tryeza e nuseve. Sa më larg qendrës, aq më pak rëndësi kishin të ftuarit. Benediti u ul në rrethin e tretë, pranë anës. Nuk u ankua. Çifti pranë tij ishte i sjellshëm, por i ftohtë. Lauri dhe Concepciona u vendosën në tryezën qendrore, të rrethuar nga vëmendje dhe luks. Lauri përshëndeste të gjithë sikur të ishte pritësi i vërtetë. Fjalimet nisën. 4 emra u thirrën. Emri i Benediti nuk ishte mes tyre. Lauri u ngjit në skenë me siguri, foli për të birin, për vlerat, për suksesin dhe për Klarën, duke e lavdëruar për rrugën që kishte bërë. Në asnjë moment nuk e përmendi baban e nuses. Benediti dëgjoi në heshtje. Klara e kërkoi të atin me sy dhe, kur e gjeti, i buzëqeshi me dhimbje të përmbajtur. Ai i dha një shenjë të lehtë, ishte në rregull.
Gjatë darkës, Ricardo u ngrit nga tryeza e nuseve dhe u ul pranë Benediti. I foli me zë të ulët, duke i thënë se nuk mendonte si ati. Benediti e dëgjoi dhe i tha se e dinte. I tha se mënyra si e shikonte Klaren ishte ajo që një baba njeh tek një burr i vërtetë. Ricardo u kthye te nusja, ndërsa Lauri e vëzhgonte gjithçka në heshtje. Gjatë fotos zyrtare, Concepciona u përpoq ta linte Benediti jashtë kornizës, duke thënë se mjaftonte familja e afërt. Klara e ndaloi momentin, mori të atin për krahu dhe e vendosi në qendër, mes saj dhe Ricardos. Fotoja u bë. Distanca mes Laurit dhe Benediti dukej më e madhe se sa ishte në të vërtetë. Më pas, një organizator ju afrua Benediti dhe i kërkoi të zhvendosej edhe më larg. Ai i pyeti qetë nëse mund të qëndronte aty. Organizatori hezitoi dhe u largua. Shikime u shkëmbyen. Diçka nuk ishte në rregull dhe njerëzit e ndjen. Kur Benediti u drejtua nga skena, organizatori u përpoq ta ndalte. Ai tha thjesht, ajo është vajza ime. U ngjit në skenë dhe heshtja ra ngadalë mbi sallë. Benediti foli pa letër, pa dram. Tregoi për netët pa dritë, për punën, për sakrificat, për vajzën që studionte me elektrik dore. Tregoi se parat janë mjet, jo identitet. Se karakteri ndërtohet. Disa njerëz e kuptuan menjëherë të vërtetën. Njëri prej tyre ishte Lauri. Ai mbeti i ngrirë duke kuptuar se burri që kishte nënvlerësuar kishte qenë themeli që e kishte mbajtur kompaninë gjallë vite më parë. Kur Benediti mbaroi, Klara u ngrit dhe e përqafoi në mes të sallës. Duartrokitjet u përhapën. Ricardo ishte në këmbë. Lauri mbeti ulur. Më vonë, Klara e çoi të atin në tryezën qendrore. Këtu është vendi yt, i tha. Ata vallëzuan bashk, pa teknik, por me kuptim. Ricardo i shikonte me një qartësi të re. Në fund të natës, Benediti u largua qetë, me pallton mbi krah. Jashtë, ajri ishte i freskët. Asgjë madhështore nuk ndodhi. Por brenda sallës, gjithçka kishte ndryshuar. Lauri mbeti vetëm me peshën e së vërtetës. Dhe Benediti u largua ashtu si kishte ardhur, i njëjti burr, me të njëjtin hap të qetë, por me dinjitetin e vendosur përfundimisht në vendin e duhur.